Ambienti është çdo gjë që na rrethon. Ajri, toka, uji, detrat. Mbrojtja e ambientit ndaj ndotjeve dhe dëmet është një kombëdit për të patur një popullat të shëndetshme. Kombet e Bashkuara e konsiderojnë ambientin e pastër si një të drejtë humane. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, si institucioni lider për kapitullin 27 mjedisit dhe ndryshimit klimatike, ka shprehur një angazhim të qartë për përmbushjen e kërkesave dhe detyrimin e kuadrit për procesin e integrimit evropian. Duke qenë se kapitulli 27 është një nga kapitujt më të vështirë të AKI-s, me shumë fusha cross-cutting dhe angazhim të një numri të madh institucionesh, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka analizuar në detaj legislacionin e BE-s të transpozuar në vend. Si dhe lloj, ne tashmë kemi një pasqyrë të qartë lidhur me poshligjet e mbetura në kuadër të parafrimit të plotë legislacionit të BE-s dhe masat që duhet të marrin deri në momentin e antarësimit. Duke qenë se Ministria e Turizmit dhe Mjedisit u zgjodh si një ndër institucionet që do mbështeten nga programi i OMIT për diasporën, unë pata fatin që të punoj me një sër kolegësh shqiptar nga vende të ndryshme të Europës për hartimin një sër aktesh ligjore në vendin tonë. Dhe megjithmend ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe një ndihmë konkrete edhe nga ana tyre. Ndryshe nga vitet e mëparshme, ku gjithashtu kemi bashkëpunuar me bashkëqytetarët tanë në vendet e BE-s, kolegët sa herë paten ishin shumë konkret në kontributin e tyre dhe kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe në përparimin e legislacionit të vendit në fushën e cilësisë së ajrit. Nëpërmjet këtij projekti, ne po punojmë me Ministrinë e Turizmit dhe të Ambientit dhe Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Në këtë kuadër, ne kemi identifikuar disa nevoja urgjente në lidhje me kapitullin 27, Ambienti, që kërkohen të përmbushen nga Shqipëria si kondit e integrimit në komunitet. Për momentin, fokusimi i grupit që po punon me këtë kapitull është në cilësinë e ajrit dhe ajrin e pastër. Ekspertiza teknike që po jepet Ministrisë së Turizmit, Ambientit dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit janë në aspektet legjislative, si për shembull transpozimi dhe implementimi i legjislaturës europiane, forcimi apo krijimi i kapaciteteve teknike që ndihmojnë në monitorimin, përpunimin e dhënave apo raportimin për ndocat e ajrit, vlerësimin e financave që investojnë në kapacitete afatgjata dhe gjithashtu identifikimi i projekteve apo bashkëpunimeve kombëtare dhe ndërkombëtare që do të ndihmojnë institucionet shqiptare në përmbushjen e detyrimeve për cilësinë e ajrit. Ky kontribut përmbush në mënyrë konkrete një aspirat personale dhe përpjekje për më shumë se një dekadë për të dhënë ekspertizën dhe të punoj në lidhje me përmirësimin e ambientit dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve shqiptar. Ndjej që po përmbush detyrimet e mia ndaj vendit tim në një proces shumë vendimtar për Shqipërinë. Republika e Shqipërisë ka shënuar një progres për sa i përket miratimin të disa dokumentave shumë të rëndësishëm politik dhe parafrimit të legislacionit të BE-s në nivel kombëtar, lidhur me fusha të tilla si mbrojtja e cilësisë së ajrit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, menaxhimi i sigurt të kimikateve, për fushën e pyjeve dhe një sër fusha të tjera të rëndësishme të mjedisit. Në fillim të nëntorit, Shqipëria do marrë pjesë në takimin e palëve e shteteve anëtare të Konventit Skuadër për ndryshimet klimatike, ku tashmë Shqipëria renditet midis atyre vendeve që kanë rishikuar kontributin e tyre kombëtar të pikësënuar dhe vjen me një kontribut me një dokument shumë më të mirë se dokumenti i mëparshëm, duke marrë angazhimin e saj që deri në vitin 2030 të ulë me 20.9% emetimin e gazeve serë në atmosferë. Dhe themi që ky është një kontribut real dhe shpresojmë që t'i arrijmë deri në 2030. Në vazhdimsi, kontributi i diasporës është shumë i rëndësishëm dhe mund të arrihet nëpërmjet projekteve të ngjashme, si ky me cilin ne po punojmë për momentin, apo nëpërmjet njohjes dhe përfshirjes së ekspertizës së diasporës në ndihmën e institucioneve përkatëse, si për shembull nëpërmjet krijimit të grupeve eksperte apo të krijimit të këshilleve shkencore, ku diaspora mund të marrë pjesë.